Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Vazhdojmë me pjesën e dytë lidhe me rregullat e abdesit. Jemi këtë temë nga hera e kalume, herën e fundit ose dersi i parë mbi abdesin, kemi folur rreth kushteve të abdesit. Çka janë kushti, kemi thonë? Kushti është një obligim i cili gjinet para një vepre. Çdo vepër, çdo adhurim, çdo praktik, para se me fillu me te, ka kushte paraprake. Qashtu ka namazi kushte, qashtu ka abdesi, qashtu ka vepra tjera, agjerimi, kështu me radhë. Me një fjali bie që nëse nuk realizohen çato kushte ose ai kusht, mundet me ekzistu si formë veprimi, po është i papranueshëm. Edhe ulemaja si shkurtimisht me konë ma thjesht kanë thonë, kushti çka është? Kushti është që nëse gjinet, vepra gjinet, nëse nuk gjinet, vepra nuk gjinet. Ashtë kjo? Ata kanë pas për qëllim nuk gjinet në aspekt pranueshëm, sepse njeriu mund të marrë abdes pa i heq ato pengesat paraprake. Mirë, po nuk gjetë e Zoti, kur gjetë e Zoti bën sikur se s'ka marrë hiç. A kupton çka kushti? Disa për kushteve kemë përmend, po kushti për 10 kushteve që i kanë përmend, për tyre kanë qenë 8. Kushti më me rëndësi ka qenë njeti, sepse njeti ka të bëjë edhe me vetë formën e abdesit. E para kushteve kemi folë njetin ders lidhe me vlerën e abdesit. Çka na ka mbet? Na ka mbet me folë për bazën. Qysh merret abdesi? Disa ulema thojnë sifetul wudu, paumja se qysh merret abdesi. Disa thojnë farzët e abdesit. Po këto janë dy nocione të njëjta. Kur i mësojmë çka është farz edhe sunet në abdes, vaxhibe s'ka. Kur të mësojmë farzin edhe sunetin në abdes, i vjen të kemi mësu formën. Edhe din, nëse e ke realizuar farzin, ti abdes ki. Nëse e ke realizuar farzin dhe sunetin, ti ki abdes, po ki edhe shpërblim shtesë. Sepse ke marrë abdes që ka marrë pejgamberi alayhi salatu wasallam pas një të metë. Edhe pse gjithë doni me ditë që të krejt adhurimet, në momentin që e kryen farzin si duhet, aja është i plot. Në momentin që e shton sunetin ose praktiken vullnetar që është ose nafile, aja e rrit shpërblimin, edhe e rrit për pikshmerin. Po nuk do me thonë nëse ke lanë nafilen, ose mustahab ose sunet që është, se do shpresh i thu, kam i të mongu abdesi. Me të qartë, pse, ku është argumenti? Sepse që shpesh që thamë na, libra të vjetra kanë njerë se gjoni, ose libra popullatës të shqiptare. Kanë njerë llogaritin nëse ke lanë sunetin, e ke lanë gjys, ose ke lanë mongu. Ku është dëshmia? Dëshmia është hadithi njofshëm. Që pejgamberi thotë, ka thonë Allah i madhëruar, nuk afrohet me diçka më shumë robit të onë se sa me farze. Nëse i kryen farzë, thotë unë e dua te. Po tani thotë vazhdon me nafile, me rrit standardin e afërsisë. Hadithi tjetër, kur vjen ai personi musafir i huj, arabi, thotë pejgamberit alayhi salam xhami, thotë mëson çka ka obliguar Zoti, thotë ka obliguar me namaz 5 herë. Diçka më shumë thotë jo, vetëm nëse do nafile. Çfarë e pyet për agjerim, çfarë për zakat, çfarë për hax, në fund thotë as ka me shtu, e as ka me maksu, veç farzët ka me kry. Edhe jetë, kur të jesë pejgamberi që e thot alayhi salatu wasalam, thot aty që ishe prezant, që ka shpëtu nëse man këto që tha. Pra shpëtimin dhe lidhet me çka? Me imanin obligativ. E imani obligativ realizohet kur kena thonë? Kur kryen obligimet. E personi që ka imanin obligativ të plot, ju ka ik haramat mëdha dhe i ka kryer obligimet e mëdha, çai vjen, është i shpëtuar pa pikë dyshimi. Kurse ai që ka shtu shtesë, ai është muhsin, ai ka grada në xhenet më lart. Kjo pra e para. E dyta, neve e kemi pa çare me i përmend farzët e abdesit, sepse nuk janë gjithë ulemaja ndakërsi. Disa veprime do ulemaj llogaritin farz, që nëse e lëshon s'ki abdes, disa i llogaritin shtesë, vullnetar, nafile, ose sunet, që edhe nëse si ki abdesi është tamam. Dërsa forma si formë, për përmenëm tani një hadith dhe për përmenëm në fund një hadith. Hadithet që transmetojnë abdesin, zakonisht sillen rreth 3-4.
hadithi i Uthmanit, i Abdullah ibn Zeidit, i Aliut dhe Abdullah ibn Mesudit. Çka kanë thonë ta sahabi? Këta ju kanë thonë njerëzit që e kanë pranë, pra tabinëve, gjeneratës dytë. Ju kanë thonë, a dëni me ju kallëzu juve qysh e kun po pejgamberin alayhi salatu wassalam të marr abdes. Dhe i ka thonë gjithsesi. Ka thonë silleni ma kallë me ujë, thojmë. Ose silleni diçka që bot ujë. Dhe ka marr abdes në sytyme. Edhe Abdullah ibn Zeidi, edhe Abdullah ibn Mesudi, edhe Uthmani ka thonë kështu. Tjetër shprehje. A dëni me u kallëzu abdesin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ka filluar Uthmani me marr abdestat, i ka pastru dur deri në nyje, me pastaj ka mbush grushtin dhe ka pastru gojën dhe hunën me një grusht. Kështu ka vepruar 3 herë. Me pastaj thot ka mbush 2 grusht dhe ka pastru fytyrën 3 herë. Me pastaj ka lënë dur deri në bryla ka 2 herë. Djatën dhe të majtën. Me pastaj thot ka dhënë mes kokës prej fillimit deri në fund dhe ka kthy, me pastaj thot i ka pastru vesh dhe i ka lë kot. Edhe ka thonë fund. Ai i cili e merr që të abdes qështu. Edhe në fund të abdesit thot la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Fani, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pra thot shahadet me shprehjen wahdahu la sharika lah, thot i falën atij gjunohet e mëhershme. Pra në një aspekti ka kallëzu që pejgamberi alayhi salatu wasallam që si forma ka marrë abdes, edhe në ndër ka kallëzu duan, që nifi si duaja abdesit, që me te falen gjunohat. Kjo është pra forma në mënyrën e shkurtuar. Po mirë, çka ka debat më shumë? A mjafton veç ky hadith? Edhe hadithi Abdullah ibn Mesudit njëjtë, veç se kur i ka pasur dhe mbrojtja ka pasur 3 herë. Por dallën e Uthmanit. Pse më pas nevojë me debatu? Sepse ulemaja kur e kanë trajtuar abdesin, nuk e kanë trajtuar vetëm me një hadith të thonun ose të praktikuar, por shkak se janë tutë që po e shtrëngojnë fen. Dhe kanë thonë, neve bazën e abdes e kemi ajetin. Me pastaj pe ajetit neve shkojmë tek tekzimet, tek sqarimet e kështu me radhë. Andaj, problematika më e rëndë që është e abdesi, që i shkon mirë me ditë gjithë, është kjo që po përmendëm tash, para se me hije në detaje. Cila është ai problem? Qysh ulemojat kaluar, po edhe sot e kësaj dite, e trajtojnë pozitën e praktike si quhet sunnet me ajete. Qysh? Ka njerëz edhe të kaluar që janë grupacione të humbura që kanë thonë çka ka në Kur'an e marrën, çka ka në hadith e kqyrën. Nëse i përshtatet Kur'anit mi nëse i përshtatet e lami hadithin. Dhe këta ecin me një mendim. Pra nuk ecin me dyjat. Po këtë nuk është problemi se këto dijen të grupacione që janë mutezilit logjike se këta i kanë lënë, i kanë sqaruar dhe shumica e njerëzve edhe nuk i pasojnë. Edhe pse në kohën tonë vazhdimisht riportrihen. Por çështja është e 4 mëdhëbet, sepse 4 mëdhëbet janë 4 shkolla të pranuara juridikisht tek muslimanët. Dhe tash 1200-300 vjet që janë bë, mo nuk ka frikë që mundë me u zhduk. Tani vjen mëdhëbi 5 i dhahirive, cilët janë më të shtrënguar se këto 4 mëdhëbe. Po nëse merr ato që është më shtrëngueshme, domethënë ti ja ke shtrënguar veti, po për ndryshe ke s'ke vë. Çka thonë ata? Ata thonë krejt çka ka bë pejgamberi në abdes është farz. Zakonisht, nuk ka kësi lëshimesh. Jo është e kësaj grade ose është e grade. Qështu e kanë haxhin. Ibn Hazmi vetë se ka bë haxhin kur. Në shkak se ka qenë larg edhe nuk ka pas mundësi. Me e lexu njëri qysh aje ka përshkruar me bë haxhin, del të merr. Se ka bë haxhin. Ai ka folë qysh ka bë pejgamberi, pik. Tani, nëse mori parasysh të 5 mëdhëbe ose 4 mëdhëbe kryesore, atëherë këto është tema. Pse tema? Se këto 4 mëdhëbe, po edhe ky mëdhëbi i 5. Këto mëdhëbe e pranojnë edhe Kur'anin edhe Sunetin. E pranojnë që këto dyja bashkëveprojnë mes veti. Po çem pikat caktuar a pet dikush është bazuar më shumë në Kur'an se sa hadith. Për shkaqe tjera, jo për shkaqet e para. A morëm me shto? Ato shkaqet e para që i tham, ata janë devijuar. Sa ta sot e kësaj dite thonë hadithet i kanë shpik, njerëzit i kanë si kanë rujtë kështu me radhë. Jo, këtë s'është diskutuar.
As të Hanefit, as të Malikit, as të Shafit, as të Hanbelit. Madje as të Ehlil Hadithi, as të Dhahirit, që thojmë na mëdhëbi 5. Mirë po pjesërisht është diskutu. Për shembull te Hanefit, dhe kjo është një prej bazave që dallon prej tri mëdhëbeve tjera, dhe kjo ka shkaktuar bagin numër të madh të mos pajtimeve. Shembull te Hanefit thojnë na e pranojmë Kur'anin, e pranojmë edhe Sunetin. Mirë po jo çdo grad e haditheve të Sunetit është e favorshme që me barazu me ajetin mi morë dyat për i herë. Se kemi hadithe që janë transmetuar me numër të madh sahabëve dhe tabiinëve. Ka thonë Uthmani, ka thonë Aliu, ka thonë Zejdi, ton kanë thonë për abdesin. Këta ka vllak. Këta gjithë secili ka pas shkollën veti. Aliu dhe Abdullah ibn Mesudi kanë mush këtë Irakun me dituni. Na mëso historikun. Edhe është me thjesht, po kemi hadithe që ka transmetuar vetëm një person. E çdo që ka transmetuar vetëm një person, Hanefit nuk është që morën barazleshëm me ajetin. Se në është një shkollë me ullt. Nëse ajeti e jep një spjegim, hiç fort nuk e morën këto si shtesë. Po mjaftojmë me ajetin. E kuptu? Kjo është një problematikë. Kurse tek çështja e abdesit, në çit pikë kanë rënë edhe Shafit edhe Malikit, që zakonisht nuk janë këtë pikë në Hanefit. A kuptu që të rregullore? Se kjo është rregullore. Kur them rregullore, i vjen që nën tokë me mija raste. Jo një rast e dy raste, kime mija. Krejt feja jon, bazot Kur'ani Suneti. Nëse në Sunet ka një hadith ma i dopt, jo i transmetum kallabllak. Hanefit me njëra qesin dorë. Edhe Malikit e kanë ngjashme në usul. Po Shafit nuk e kanë. Shafit edhe Hanbelit e morrin hadith edhe nëse një person e ka transmetuar te një person tjetër, më pas ajo për hap në gjeneratën e tretë, thonë është njëjtë. Bile e derogon Kur'anin nëse është mbytje. Ta Hanefit e Malikit nuk vlen kjo. Çfarë përmanu këtë rregull? Pse përmanu? Me tregu se çi ke rregull është mirë me mojt mes se çi ke rregull i ka vë divergjenca thuje pe më të mëdha. Mos pajtimet. Kthehemi tash te abdesi. Formën e shkurtuar me pom të Uthman radhiyallahu anhu, përsëri më në fund. Kurse tash do flasim veç për secilin vepër që bëjmë në abdes, pastrimi i fytyrës, i durrëve, i munës, i gojës, a është kusht, as kusht. Pra, a është farz, as është farz. Se kusht thamë është para veprës. Kurse brenda veprës, brenda namazit, brenda abdesit nuk i thënë kusht, i thënë qysh farz ose rukn. Dyja janë njëjta, farz ose rukn. Mirë. Problemi që na vjen te abdesi është, vëllazëri që është mirë me mojt me kjo pika numër 2, masi e majtë me rregullën. Aja rregull hen te tana temat e fikut. Çka rregulla dytë hen veç këtu. Se në meselën e abdesit, edhe Hanefit, edhe Malikit, edhe Shafit, të tri mëdhëbet e mëdha, kanë rënë dakordzi që punojnë me ajet, hadithet i morën veç si shtesë, jo si barazvleshme, kuptimin e farzit. Dhe kjo është ka qenë problematike. Pse është problematike? Për të më thonë? Sepse ajeti përmend shumë pak. Dërsa hadithi përmend plotësime. I bie që shumica në dhebo ka thonë po mjaftojna me ajet, çka kon hadithe morën veç si sunnet, jo si farz. Atëri bie që me 4 veprime ti merr abdes. Andaj kjo është pika numër 3. Cila pika numër 3? Ajetin do të më mojt me. Thot Allah i madhru: Ja ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah. O ju besimtar kur dëni mu fal. Ulemoja thënë këtu është njeti. Njeti është kusht. Kur dëni mu fal, pra kur e bëni njet me u fal. Faghsilu wujuhakum, pastroni fytyrat e juve. Faghsilu wujuhakum. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Edhe pastroni dur deri në mbrojla. Wamsahu bi ru'usikum, dhe pastroni, jo pastroni, fshini me kokat tuaja, fjalën me shtanja këto, sepse çon për shumë. Wa arjulikum ila al-ka'bayn, edhe këmbët deri në nyje. Te zakte këmbë që i thëmë. A këtu më jetin? Po ju besimtar, kur e bëni njet, pra njeti është kusht. Për jashtim të Hanefive që përvan herë kaluar që Hanefit kanë thonë abdesi mundet edhe pa njet. Pse?
sepse nuk është vetvetiu adhurim në kuptimin privat. Abdesi është rrugë e namazit. Andaj, mundet mos më llogarit në veti. E që kemi thonë se është e gabueshme, nga se çdo adhurim vetvetiu është adhurim në veti, tani është shërbim për tjetrin. Mundet mi pas dy rolet. Mirë, çka ka thonë ulemaja për ajetin? Ajeti në na obligon në marr abdes. Në dy na kallzon se çu do të marr abdes. Në tre na i ka thënë farzet e abdesit. Dhe në qitë pikë që ajeti na i ka thënë farzet e abdesit, krejt ulemoja kanë konsenzus. Pra edhe Hanbelite dhe Ehlul Hadithi dhe Hanefije, Maliki, Shafije tonë thojnë, po ajeti na i ka përmend farzet e abdesit ose shtyllat e abdesit. Cilat janë? Pastrimi i fytyrës, i dorë deri në mbrojla, fërkimi i kokës, jo larja kokës, edhe pastrimi i këmbëve. Po tash ku del problemi këtu? Problemi del kur thëna pastrimi i fytyrës. A hyn goja dhe huna në fytyrë? A hyn pastrimi i veshëve në kokë, tek fërkimi i kokës? Edhe kur ti pastrojmë duhet të mbrojla, a hyn mbrojla, a vesh deri te mbrojli? Edhe kur ti pastrojmë këmbët. Tani kur ti dhomi mes kokës, a krejt kokës? Sa Allah pa thët, wamsahu bi ru'usikum, jepni mes me kokën, s'pa thët jepni mes kokës. Pse ka shtu bën këtë? Ulemaja thënë në Koran, në ka shtesë kur gjo? Ka mujtë Zoti me thonë pa bë. Wamsahu ru'usakum, jepni mes kokave të juve. Pse ka shtu bin bi ru'usikum? Në arabe thënë çdo shtesë në fjali ose në fjalë, ka shtesë në kuptim. S'ka me shtu pa anaj rezultat. Këto janë ato probleme tani që i kanë debatu. Dhe si roll herë, takohen Hanefit edhe Shafit në këtë kuptim. Thojnë që na punojmë me ajetin, ndërsa çka nuk është përmend në ajet, nuk është farz. Edhe sa farze i bin, fytyra, durt, fërkimi i kokës edhe këmbë, 4 farze. Ulemat tjerë të hadithit edhe Hanbelit thojnë jo nuk munduna me morë veç është shabullan, veç është për thot ajeti. Me qenë se na jena me juve, jemi dakord se ajeti është bazë. Mirë po kur thot Allah pastroni fytyrat, po dhe me thonë edhe gojnë dhe hunën me ta. Pse ka është argumenti se kur një vetë pejgamberi Zotit nuk ka marrë abdes, pa e pastru gojnë dhe hunën. Kje i bjen që vazhdoshmëria gjithherë e pejgamberit i bjen obligim. Është një rregull kësaj. Me pastaj thënë pejgamberi Zotit alayhis salam gjithherë sa ka fshi kokën, i ka fshi edhe vesht. Madje ka transmetime prej Abdullah ibn Umerit që ka thonë vesht janë prej kokës. Pra me të njëjtin lagështi durrë që i ka dhënë mes kokës, i ka kthy, s'ka marrë ujë të riheq, veç i ka fshi edhe vesht. Që i bjen se njëjtë. Dhe këtu ka filluar, ose këtu është baza e debatit, edhe pse këtë enciklopedi nuk i kam përmendur as gjysa, por thjesht është që ka ndoshtë me ikë në kuptimin mos me bosh shumë zgjenuar, sepse kjo temë është hiç më pak se 150 faqe. Në 150 faqe debat, pse se qysh me vërtetu tash na, a hyn goja dhe huna s'hen. Ti thu jo, hen se pejgamberi ka bo, mirë zotni, pse Zoti se ka përmend në Koran. Me pastaj çka fjala wajh në arabisht është ajo që duket. Krejt ulemoja punojnë me këtë rregull. Tash kena me hin detaje të përshkrimit të fytyrës, çka është fytyra në shariat? Prej këto deri këto, edhe prej këto deri këto. Mirë. Kjo pjesa s'është. Pse se nuk duket. Fytyra është sa duket. E tash mirë, qysh me llogarit na gojen pe fytyrës kur goja s'duket? Hajt punën thojnë diqysh. A kemi të qartë? Pro debati ka qenë, edhe metat hala debati fort, se ti nuk mundesh me llogarit qysh dush ti, jetë që të pe llogarit mi kështu, ja, na po pajtojmë që fytyra është gjuhë arabe. Po arabisht i bjen fytyrë çka duket. Debati tjetër. Ka thonë nëse e shtimi gojën edhe hunën në fytyrë, do të më shti edhe syt. Kërkur si ka lo syt. Por shko që Abdullah ibn Umeri i ka pastru syt ka pak.
abdes. Pse ka kuptu që hyn edhe aja që duket për ftyrës, edhe aja që janë ftyrë që s'duket për ftyrës. E nëse i bimi që goja dhe huna janë për ftyrës, do të mi pastru edhe sytë brana. Kështu i bjen logjika. I jemi dakord? Po me konsensus këtë ulemoja kanë thonë, ja, nuk është obligim i losit brana. Po dakordësise, nuk është. E kuptum debatin ose temën, pro debati është këgjaj fuqishëm, edhe himi pjesë hatër që mos me ikë shumë për temës. Kjo pra është e forma qysh e kanë debatu ulemoja. Mas pari kanë folë për çështjen e ftyrës. Çka është ftyra? Në ne ka konsensus të ulemave të kaluam dhe tashëm që pastrimi i ftyrës është obligim në abdes. Nuk ka abdes pa pastru ftyrën. Po cilën ftyrë? Disa ulema thënë për këtë kur dalin flakt. Disa tjerë thonë ja, nuk kemi nevojë me përcaktu ku dalin flakt për shkak se kemi shumë njerëz që kjo vegza që i thojmë na i bin flakt dhe ngritet. Po për kufizimi i ftyrës është i qartë. Për kufizimi i ftyrës është çka duket dhe i përfshin. Pastaj kanë folën e moja çka rrok, ka thonë rrok prej veshit në vesh. E shohim këtë që kemi këta të bartë që s'ka dal mjekra, po edhe këtë ku mjekra. Komplet nga aspekti i gjerësisë dhe nga aspekti i lartësisë ose gjatësisë e rrok prej funit ballit ose lartësisë ballit deri tek mjekra, po jo në mjekër. Ku është mjekra e insonit? Është kjo pjesa këtu, ku të bëhen dy zgjatimet. Kena hinë punë gjithashtu të përkufizimi i mjekrës. Cila e përkufizimi i mjekrës? Ulemaja ka thonë veç ka është mjekëra. Kështu. Çka ka mjekër mi këtë pjesë? E çka ka mjekër nën këtë pjesë? Nuk është pjesë e mjekrës. Po i lejohet insonit me hekë. Dhe kapi ulemave nëse e njeni me në Selim el Hilali, në Zazi Shekha Luanit, kreti ka të hekë në deri këta. Edhe këtë pjesë e ka të veç këtë pjesë e hodhë. Se që kjo është përkufizimi i mjekrës. Që kjo është përkufizimi i ftyrës. Që jemi të bëjmë për abdesin. A kemi të qartë? Tani, se ulemoja e kanë lanë ma zgjënumi, ma çështja, është ma tjetër. Mirë po, në aspektin gjërësor, është kështu. Dhe aspekti shariatik ka ardhur me na shpjeguar në përputhje me gjuhën arabe. Ka thënë Allahu në Kur'an e kemë zbrit Kur'anin gjuhën arabe të qartë. Edhe është pjesë argumentimit. Tani, kjo pjesa thojnë ulemoja që do këtë këto, ose kjetë që dolin ka pak mjekra në lartësi, është pe mjekra, pe ftyrës ka thonë gjithsesi se po. Dhe kjo pjesë duhet la. Dhe pastaj kanë hije në dispozitat që ka të bëjë me ftyrën, si për shembull. Cila është shpjegimi për mjekrën e cila mjekër gjinet ftyrë. Normalisht duhet me debatu. Kur e ki obligim me pastru ftyrën në abdes, i bie detyrimisht ose rrjedhimisht që duhet me pastru mjekrën. E sa njëri e pastron mjekrën po nuk i dëpërton uji, i bie që nuk ka abdes. A i bie çështë? Sepse mjekra është në ftyrë. Andaj ulemoja kanë thonë nëse mjekra është e shpesh, nuk është patjetër me prek uji lëkurën. Nëse mjekra është e rrallë, është paçare obligim me prek lëkurën për ndryshe, ka abdes. A është e qartë dallimi? Tani kanë folë nëse mjekra është me gatë se sa këtë mjekrën që kemi këto. Quhen arabe për çdo pjesë ka kanë emën. Po në gjurëshipe na kemi veç mjekër, dhe s'kem diçka, po këtë ku bashkohen dy eshnat e onës më dhe djathë. Këtë i thënë dhaqen, çka del mi qita që zgatet. A është obligim me la, as është obligim me la. Ulemoja ka thonë dy menime, ka për ulemoja që ka thonë është obligim. Pra, kur ka thonë obligim, që ka mos obligim? Me la më mënë kështu. Nuk ka thonë që me shtin uj, ose më mënë grushtin me gju kështu, edhe përse ka praktika kësisaj. Ka thonë obligim me e lagë, sepse na tha ma herët kur është e shpesh, nuk është pasore me depërtu në lëkur. Ndërsa menimi të edhe thëtë nuk është obligim, por shkak se nuk është pjesë e kujt, nuk është pjesë e ftyrës. Pra ulemoja gjithmonë i kanë qendru parimit. Çka është ftyrë, Allah ka thonë me pastru ftyrën, e pastrojmë. Çka është jashtë ftyrës? Nuk është obligim, sepse nuk është ftyrë. Po pse këta ulema tjerë
me numër të madh ty ne kanë thonë është obligim, sepse kanë thonë është pjesë e pandashme. Nuk është pjesë e ndarë. Ata kanë thonë në qyshe e fërkojmë këtë pjesën e ftyrës që ka mjekër. E bojmë edhe thonë njëjtë. Nëse është e rrallë, edhe këtë është e rrallë, i fut me gishtat provohat pastrimi. Nëse është e shpesh, e bojmë kësi forme dhe është e njëjta edhe tutje. Më pastaj, ulemaja ka përmendur këtë shprehje që na veç e kuptum, që kanë thonë nëse njeriu nuk e pastron krejt ftyrën se mos shpjegu. Me përshkrimit që bënëm, s'ka abdes. Sepse njeriu thotë nuk u pastruan 95% ftyrës. Ja, 1% ftyrës me lënë pa pastru, nuk ka abdes. Por këta përmendën si përsëritje. Megjithatë ato që e kuptojmë që është obligim pastrimi i ftyrës. Po shtesë kësajna, nëse jetë mo në një vend pa u lag, pa u pastru që është pjesë e ftyrës, asaj çka duket në përballje, atëherë nuk ka abdes, sepse në këtë nuk ka tolerim. Me pastaj kanë folë tani, masi u spjegu çështja e mjekrës edhe pomjes, spjegohet çështja e mbrëmësisë së ftyrës që është pastrimi i syve, hundës dhe gojës. Po pastrimi i syve, veç se morën vesh ulemaja thonë nuk është obligim. Madje nuk është sunet. Dhe por që është obligim, është e qartë. Por që është sunet pejgamberi kur s'e ka bë. Andaj nuk mbetet as pjesë e obligimit, as pjesë e vullnetarizmit me i pastru syt pa mrana. Sa i përket vetullave edhe musteqeve është e ngjashme, sikurse ajo e mjekrës. Ndërsa sa i përket gojës edhe hundës, këtu është ai debati i madh. Ulemaja shumicë e tri mëdhëveve, Hanefit, Shafit edhe Malikit thonë pastrimi i gojës ose futja e ujit në gojë edhe në hund është sunet, është problem i madh. Mirë po nëse merr abdesti, i e përgut ose s'ki ujë shumë ose kështu me radhë, nuk e pastron gojën edhe hundën, abdes ki. Ku është argumenti i tyre? Argumenti i tyre numër 1 është që Allahu në Kur'an nuk e ka përmend gojën edhe hundën. Po mirë e ka përmend ftyrën. Thoj na veç u dakordum që fytyra nuk e përfshin gojën edhe hundën. Veç u dakordum që nuk e përfshin. Se fytyra është për muajhe çka duket, çka ki përballë nëse ti e përball dikujt, çka duket që ke pjesë. Goja nuk duket. As brësia hundës. Po mirë, çka thoni ju për hadithet që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë kur të merrsh abdes, fote ujin në gojë. Në mënyrë obligative, fote ujin në gojë. Thonë ashtu ka thonë alayhi salatu wasallam, Allah po këtë hadith. Por është praktikën e sunetit, jo praktikën e obligimit. Jemi dakord? Çka thoni ju që pejgamberi alayhi salatu wasallam asnjëherë nuk ka marr abdes veç se ka pasur gojën edhe hundën. Pra sa kanë kur. Thonë kjo është shumë normale, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam asnjëherë nuk ka kryer një veprim veç me forcë. Gjithmonë ka kryer sunetet. Pra pak se të lash është me çështë ndër me qinë shpinë këtë fal debati. Po ku çudia këtë? Çudia madhe këtë është bashkimi mes Hanefive dhe Shafive që në krejt fikun islam debati është mes Hanefive dhe kundër Shafive. Sepse usulet e Hanefive janë ngjashme ose të afërta me të Malikive. Ngjashme, jo shumë të afërta. Kurse Imam Ahmedi është pasuesi Imam Shafiut në shumicën e meselave. Shumicën e gjitha. Që i binën dy mëdhëve me dy mëdhëve. Parafersisht. Dhe bashkimi i dy mëdhëveve të kundërta në një mesele tregon për çka? Tregon për forcë dhe argument të pa debatueshëm. Andaj shumica ulemave kanë pas frikë me kësaj mesele. Kanë pas frikë me ik. Ç'mi iku tri mëdhëve të mëdha janë ndakordu këtë punë. Ç'më ndryshe. Edhe gjithmonë ka shku nga i kondi, mas miri me marr abdesin me gjithë sunete me krejt, mos me hi shumë këtë debat veç nëse njëri s'ka ujë ose është keq. Ndërsa Imam Ahmedi si medhheb edhe si individ, Allah e pas mëshiru si dietar, dhe ata që kanë kohës tina, nuk është veç Imam Ahmedi, normalisht. Edhe ti ka pas kollës që janë si ta. Shamull zakonisht Imam Ahmedi është me Ishaq al-Rahawi. Ishaq ibn Rahawiya ose Rahawi që i thonë, se ka dy shqiptime, një kanë macanik një kanë edhe shok. Kur kanë lyp diturinë për Yemen në për Mekë, janë shku bashkë. Dy të kollës të madh, dy dietar të hadithit,
Shumica e meselë kanë pas njëjtë, po ka edhe tjerë që kanë pas këtë menim. Ka vazhdu me kësi situatë këtë meselë, deri në shfaqjen e Ibn Taymijes edhe ulema mas tina. Se këta i ka dhonë një fuqi këti menimi. Edhe deri sa janë përhap në përbot ulemoja hadithit, kuptimi që është hadithit, dhe këta edhe më shakë konë djetori hadithit, mirë për kemë fjallin që nuk kanë bërë shumë kësi debate, kanë marë hadithin qartë asë dhe kanë ecë. Deri sa këtë kohën të bashkohore, ose këtë 2-3 shekujt e funit, thuje se kam mbisundan si gjys, kanë orë si barazim, që shumë për ulemove menojnë me menimin e Imam Ahmedit që janë obligim. Ku është argumenti i këtyne? Argumenti i këtyne është i qartë. Thojnë, ajeti është shumë i qartë, pa ajeti nuk e mohon futjen e gojës edhe hundës në fytyrë. E mohon gjosisht, mohohet në gjuhë arabe, po kontekstin që ka folë Zotin Kur'an. Nuk mohohet, sepse neve thot kemi me 10 raste në Kur'an, që Allah ka përmenë në pika trasha, në vija trasha, që thëmë, në pika të shkurta. Edhe nuk e mohon që kur e ka përmenë fytyrën, më futë edhe goja dhe huna. Qysh nuk e mohon? Por deri sa fytyra nuk e përfshin gojen. Ja thëmë nuk e mohon sepse kemi hadithe të dy llojshme, të sakta, decisive. Sikur mos t'i kishmi pas, kishme jesë me juve. Lloji i parë i haditheve është se pejgamberi alayhi salatu wasallam sa ka marrë abdes, edhe krejt ata që kanë poshtë me abdes, kur nuk e ka bë dallimin mes fytyrës edhe gojës edhe hunës. Kjo nuk është e thjeshtë, 23 vjet me marrë abdes ose 18 vjet ose 17 vjet me marrë abdes, edhe mos me bë këtë ndryshim, nuk është për mua gjujt kjo argument. Argumenti i dytë, thonë është saktësia e haditheve. E këto i kanë përmbledhur ulemoja hadithit, librat hadithit kur kanë folur për fikhun e hadithit, kanë thonë kur pejgamberi alayhi salatu wasallam ka porositë kanë kur të merresh abdes, o ti filan, o ti besimtar, fote ujin në gojë. Edhe kur të marrësh abdes, fote ujin hun duke e ngre edhe duke e qit jashtë. Çto dy forma janë dyat në mënyrë të drejt për drejt obligative. Kur thët dikush, bëje qatë punë, kështot, ti suni thu ja, e ka pas nëse munesh, vullnetarisht. Pa jesa i po thët, bëje edhe pikë. Në mënyrë të prem. E mënyra e prem në shariat, edhe të medhhebet për ata, është çudia të Shafit. Sepse Shafit zakonisht në këtë mesele, në bazë janë me Hanbelit. Sepse të shumica ulemave ose të kretë ulemat, kur jep pejgamberi i Zotit urdhri çka do të thonë? Barazim me çka? Barazim me obligim. A ka thonë Zoti bëne? A merret hapësirë me bë, mos me bë? Jo, duhet me bë, është obligim. A ka thonë pejgamberi me bë? A mbetet debate a me bë, mos me bë? Nuk mbetet. Pra duhet me bë. Andaj shkurtimisht mos me hima matuti. Pastrimi i gojës dhe i hundit me formën që kanë, është se është ma afër saktësisë që është obligim, pra është farz. Pse? Sepse është bashkimi mes ajetit dhe haditheve dhe është bashkimi që është ma e rëndësishme se e para, bashkimi mes urdhrit Zotit dhe urdhrit pejgamberit alayhi salatu wasallam. Se nëse themi se pastrimi i gojës dhe hundit mbetet sunnet ose e pëlqyeshme, atëherë neve një urdhët pejgamberit e kemi kësi. E kemi kësi urdhën e pejgamberit tek pastrimi i gojës, e kemi kësi urdhën e pejgamberit tek pastrimi i hundës. Tani, ulemoja ka thonë cila është forma, cila është sunneti tash ne ka mësu pejgamberi alayhi salam me pastru gojën edhe hundën, ka thonë sunneti është që me një grosht me pastru gojën edhe hundën. Me një grosht, pra me 3 grushta edhe gojën edhe hundën, bashkarisht. Kjo është sunneti. Po me marrë vesh një në një herë e tjetrën një herë nuk ka të keqe. Nuk ka të keqe dhe është e lejushme. Meselja e dytë është meselja e pastrimit të durrëve deri mbrojtja. Allah i madhruar tha dhe pastroni durrët deri mbrojtja tuaja. Ulemoja ka konsenzus, nuk ka debat të hiç që duhet më pastru durrën në abdes, nëse një pjesë e vogël, sa të vogël nuk pastrohet, nuk ka abdes. Madje është një meselë këtë që shumica nuk ja vrojnë mendën. Kjo është goxha e rrezikshme. Kur të pastrohet dora deri te brylat, para prakisht ti kish blokat e lakta. A është kështu? Shumica mjaftoi me këtë grushtin kështu dhe këtë pjesë.
Dhe kjo është e rrezikshme sepse Allah kur thot pastroj dur deri mbryla, e ka për qëllim prej këtu hit deri mbryla. Ti ma herët që i ke la dur të i la ftyrën, ti si ke la me njetë. Ti ke përdor shuplaka për ftyrë, ti se ke pas njetin për pastrim të durës. Kur dush me pastru dur tani ose dorën deri mbrël, duhesh me përsërit pastrimin prej shuplakës edhe gishtav deri tek ja. Pse? Se tani je të kryeni farz të ri. A kemi të qartë? A u dakordum që njeti në abdes është obligim? Është kusht. Atëherë ti njeti se ke pas kur e ke la shuplakën ma herët kur i ke la ftyrën ose kur i ke la në fillim. Andaj kjo është një meselë që duhet me avnu menen. E dyta, a hyn bryli në pastrim dorës, apo mjafton deri te bryli? Shumica e ulemat kanë thirrë ixhma që hyn. Sepse Allahu kur e ka thonjën në ajet e ka pasur për qëllim edhe futjen e brylit. E mos me hinë në shpeljen gjësore ila, al-maraki fjala ila, deri te, i vjen me përtyshim. Mirë po ka njëherë në gjuhë arabe vjen deri te, ka për qëllim ate që është. Qysh kështu? Ti kur thua pastra deri këtu, i vjen kës hin, ver deri këtu. Po në gjuhë arabe ilaja shpesh herë qënë të gaja kanë thonë. Ilaja që është deri këtu, qënë deri tek aja që ke posunim. Nësi i thua në arabshe me fjallën ila deri te pragu, arabisht kuptohet që hin edhe pragu. Në shqip nuk kuptohet. Shqip kuptohet deri te pragu. Po në arabisht fjalla ila e ka dhe kuptimin deri te ajet që e ke menu. Që e ke menu. Pastaj, a është obligim me pastru mi brëll, ulemaj kanë mi brëll edhe një gesht është obligim. Pse? Me e realizu futjen e brylet, sepse nuk e dim. Bryli nuk është që është qaqë i thjesht me dit na me milimetra, so është vendose. Pastaj kanë folë tek çështja e gishtave dhe çështja e durrëve kur ti pastrojmë nëse ka pengesa. Nëse ka pengesa, si për shembull vazelin me pas njëri, ose me pas ngjyrë, ose me pas diçka, kanë thonë nëse është e lehtë nuk ka problem. Sepse e lehta nuk e dëmton ujin, nuk e nal ujin, por nëse është e rëndë do të me hjek. Andaj do të me pas kujdes. Qysh me pas kujdes me ditë që ato që ke gjitë çka është. Që e këtë që ke gjitë në dorë, çka është. Nëse është diçka lloje të yndyrën e te kalon. Po nëse është yndyrë si vazelina po e trash, do të me hjek. Po nëse është e hodh, ka të lashe. Jemi dakord? Edhe thuje se shumica e njerëzve sot në botë e din me bot dallimin. Çka është ngjyra trash që nuk e depërton, çka është që e depërton. Rrallë ki njerëz që thot valla nuk pe di çush më bosh kësaj pune. Pse rrallë? Sepse ajo shihet me sy. Dallohet. Nëse është ngjyrë fillon me ju hjek ngjyra, është hjek shumica e ngjyrë ka me vetëm shajat, kena thonë se kur të gjaku nuk prish punë. Po nëse s'u hjek hiç, ajo dihet që është një shtesë që e shtresë duhet mu hjek. Pse? Sepse i bie që ti ke la durt, ose ke la ftyrën, nëse pikat janë ftyrë, po një pik e ka dëmtu su la ftyra. Sa ta na 1% mos me la ftyrën, 1% mos me la dorën, nuk jam des. A kemi të qartë? Por veç nëse njëri ka arsye, sigur se është gipsi, ose ngjajshëm, fashat, pra i jep veç mes, sepse njeriu ka arsye. Tani kalojmë tek obligimi i tretë. Cili ka obligimi i tretë? Jep një mes kokës. Këtë është debati i rëndë. I njëjti ndërlidhen me atë që thamë për gojën edhe hunën a hen ftyrë. Po këtë është më i ndërlikuar. Allah po thot jep një mes me kokat e juve. Pse fjala me? U dosh me kon? Thoj zot. Sipas trunit tonë. Jep një mes kokave tuaja. Ulemaja thënë pse kanë shtuar Zoti këtë fjalën bi? Me është rregull gjarabe në shariat, që bëja është e pjesshme, pra ta don pjesë. Edhe Hanefi dhe Shafit për çudi e kanë kuptuar që Allahu ka dashur me thonë edhe jepni mes një pjesë të kokës juve. Një pjesë. Se kjo bëja e don pjesë. Malikiti kanë kundërshtuar këtë meselë.
Malikit ka thonë, ja, nuk ka thonë Zoti i Madhëruar, nuk ka dash me thonë që mi dhonë mes një pjesë të kokës, po ka dash me thonë, jep një mes krejt kokës, po kjo bëja është për me ngjit dorën. Pra, kur t'ja jepsh mes, jo është mira qështë, po me e shtypsht. Edhe me e shtypsht. Pra, fjala bë ka qëllim me e shtyp. Pse kështu? Se në rondë dakord krejt ulemoja. Që fjala bë që është shtu të koka, me koka të juve, e ka një rol. Se në Koran nuk ka shtesë. Koran, ka disa ka thonë është shtesë, ka thonë janë Koran shtesë nuk ka. Koran ka ardhur një fjalë, një shkron, çaja shkojnë në rolin. Allah ka dashur me këto diçka. Ose ka dashur pjesë, ose ka dashur krejt kokën gjithsesi, po me shtyp dorën. Andaj Hanefit dhe Shafit kanë thonë që Allah ka dashur me thonë që jep një mes kokës, qoftë edhe një pjesë të saj. Shafit ka thonë minimum është një 3 flak. Çikash nëse e prek çështë e tregisht sa kry. Hanefit kanë shku pak më larg në menim ka thonë, shefe, mos të zbulojmë na një ide pe veti. Po pejgamberi Zotit një herë ka pandodh, alayhi salam, kur ka marrë abdes e ka pasat imamen. Atë ka uçin e madh. Që ai është me metra aja që pështillet. Aja fille. Edhe e ka ngrit nalt, i ka dhënë mes ballit, ballukës, tani ka vazhdu mi to. Edhe thënë Hanefit mas se pejgamberi alayhi salam në një rast e pas ka prek ballin ose flak me shuplak, atëherë minimumi të na është që kjo. Minimumi. Qëtu ku ka marrë pejgamberi abdes? Qëtu të balli, të balluka. Dërsa ton pajtohen që mi dhonë mes krejt kokës është vepër e mirë është sunet. Kjo është diskutohet. Se pejgamberi është të ka vërnu. Hanefit ka për tek hadithi i kësa imamës. Tërpana, pa. Pa, mësi. Shafit thoi, ka për kontekstin gjusor të ajetit dhe është i qartë, qoftë kaq, qoftë ma pak, qoftë ma shumë. Malikit thoi një, thot një, e keni kesh kuptu komplet. Ajetin se ka atë rol heq me ta da pjesën, kokën pjesë, mirë po mërë me kështë të sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. A ka ndonë nëherë pejgamberi Zotit me dhonë mes veç qikaq, ose veç qikaq? S'keni me gjithë. Hanefit thoi një kina gjithë. Ku kina gjithë, thot kina gjithë se kur ka pos shallin, e ka zbulu pak ballukën, i ka dhënë mes veç ballukës. Këta thoi po mirë, na s'po diskutojnë që është ka bo. Po masi që i ka dhënë mes qika, që ka bo? Ka shku mi imame. E po kemi imame i bënë si kur me dhënë mes mi meste. A pete ka përfshi krejt kokën. Pra sër që ka mjaftu veç me pjesën e parë. Dakar? Edhe këtë debat ka vazhdu. Edhe të këgja debati i madhe i ronë. Por, edhe në këtë mesele, si kurse të mesele e pastrimit gojës dhe humbes, ma afër shariatikisht dhe argument, dhe me në aspekte argumentit është që mes do të milon krejt kokës. Por, neve do të më mësu që edhe të mesi i kokës, edhe të pastrimi i gojës dhe humbes, për diri sa ka ulema të mëdhaj dhe ka ulema për gjatë historisë me shumicë absolute, që e ka njohë shariatin e hadithin e gjuhën e ma mirë se na, edhe ma mirë se këta tjerë. E ka llogarit që është sunet, atëherë nuk duhet shpalt pa vleshëm abdesin ati që merr abdes ashtu. Sepse ka para veti imam, ka para veti ulema. Po nëse don ti me ditë cila është më e saktë është kjo. Më e saktë kjo e dyta sepse nuk ka hadith që pejgamberi alayhi salatu wasallam se ka pastruar gojën edhe humbën. Dhe s'ka hadith që si ka thonë mes krejt kokës, nuk ka. Madje, po kthehemi ku? Te baza e krejt abdesit. Kush është baza e krejt abdesit? 4 sahabët që ka thonë njerëzve, o ju njerëz, apo dëni me po që ka marrë pejgamberi abdes? Ka thonë po, bëjmë dhe ujë. Edhe kur ka marrë abdes, thët transmetuesi. Othmani dhe Abdullah ibn Mesudi thët, i ka fillu prej fillimit kokës me 2 lutje. Dhe ka shku deri në fund të kokës, të qafa. Dhe është këthy. Që me të regu se që shtu kanë abdesi. Nuk ka qenë me pjesë ose pjesë rështë. Pastaj kanë folur ulemoja lidhur me këtë se nëse flet zgjat tani ka bistek, a e përfshin ka thonë ja, s'ka nevojë me
me i dhonë mes bistekut, me afton deri tek kafka, kjo pjesa që kemi mrapa. Me pastaj ka thonë, mirë, kur t'i dhomi mes kokës, a mi dhonë 3 herë, a 2 herë? Ka thonë, ja, te fërkimi i kokës dallon. Fërkimi i kokës dallon prej pastrimit. Këtu ka veç mes fërkim, këtu është veç 1 herë. Imam Shafia ka thonë edhe këtu duhet 3 herë. Mirë po nuk ka saktësi, për shkak se asnjë herë, as pejgamberi se ka pa, as për sahabët që ka fërku kokën 3 herë. Pse? Sepse fërkimi i kokës është specifik. Pastrimi i fytyrës së i durve është pastrim. Pastaj ka thonë cila është forma e kallëzuar. Fillon prej fillimit me 2 durë deri në fund dhe e kthen mbrapa. Pastaj ka thonë çka është çështja e veshëve. Sepse po flasim për kokën, edhe këtu është i njëjti debat. Këtu është i njëjti debat. Ata që kanë llogarit, më thonë mes krejt kokës, kanë thonë edhe veshjen prej kokës. Dhe është obligim pastrimi i veshëve. Dhe kjo është më e saktë. Ndërsa ulemat tjerë thonë është vepër pe sunet, edhe këto janë shumica, këto janë edhe malikit. Edhe malikit mendojnë që pastrimi i veshëve është sunet e jo farz. Ndërsa me të njëjtat argumente debatohet edhe pastrimi i veshëve. Në ne është pe kokës, në ndë sahar ka marrë pejgamberi abdes alayhi salatu wasalam, sahar sahabët kanë marrë abdes me ne kallëzu formën, gjithmonë i kanë fërku vesht. Është një thonje që thuhet ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam veshtja pe kokës. E kanë marrë si argument. Se nëse është hadithi i sakt, veshtja pe kokës, përfundon debati. Se fërkimi i kokës është farz te krejt, atëherë i vesht farz. Po thonë hadithi është i dopt, është fjala e Abdullah ibn Umerit. Ai ka thonë që veshtja pe kokës. E që i bjen nuk është fjala e Rasulullahit, po është fjala e veshme gjithsesi. Pastaj kanë thonë qysh me i pastru vesht, kanë thonë me ujin e njëjtë që e ki për fërkimin e kokës. Pra në momentin që me dur të lakta shkan e fërkan kokën, me të njëjtën lakshësi i fshin edhe vesht. Pra s'ka nevojë marr ujë, kështu është sunneti. Kështu është sunneti, jo farzi. Dhe ulemoja tani kanë përmend çështjen kur e kije atë kapuçin ose imamen. Ulemoja kanë thonë që nuk bën një kategori e shumicës ulemave. Po, ulemat e hambelive dhe bashkohorëve dhe të mavëndshmit kanë thonë bën. Pse? Se përderisa na punu me hadithin kur pejgamberi alayhi salatu wasalam i dha mes veç ballukës edhe mbi imame, mbi kapuç të madh. Atëherë thot, është i njëjta praktik që neve na ka bë sheriat pejgamberi alayhi salatu wasalam. Me po këtë është një pyetje paqare. Pse me pas na nevojë? As mundesh me hjek dhe me i dhon mes kokës, ulemaja kanë thonë është fjala për ata kapuça ose ata pome që kur të ngjet një herë e pshtjell e ki problem me hjek, se kur të hjeksh të prishet. E thuaj se sot as s'kem hiç përdorim. Se nëse është kapel që hiqet, me konsenzus të ulemave s'vlen. Se më nërë masoj vjen, a bën mi dhon mes kësoj që thëjmë na shushkë, se ka s'kirt. Normalisht nuk bën. Ose plisit, normalisht që s'bën. Sepse Resulullah nuk e ka lanë, nuk i ka dhonë mes imamës, pse s'ka dosh me hjek. Se merr kohë për me rregullu dhe vështërsia çka bën? Ta lehtëson shariati. Dhe në këtë kategori të njëjtit ulema e kanë leju çështën e shamis. Gruaja a bën ndonjëherë me e ngrit pak shamin me prek fillimin e ballukës, më pastaj mi shamimi dhon mes, të njëjtit ulema ka thonë bën. Ndërsa ulemat e vjetër tjerë kanë thonë s'bën të asnjë rast që përmendëm. Pse? Sepse e ka llogarit që ka qenë rast specifik për pejgamberin, andaj mos e merr si dëshmi. Ulemat tjerë kanë thonë ja, nuk ka diçka në jetën e pejgamberit rastësisht. S'është specifik për ta. Po këtë ka dashur Resulullah me na kallëzuar, sikur se tek gratë me shamia, sikur se tek njerëzit me shall që mundën me ekzistuar nëpër botë. Por derisa është vështërsia te gruaja me hjek shamin, s'është në publik ose është punë, njëjtë të ky me hjek kapelen e botelashe me 20 metra gat fillin për me pështjell, thotë këto janë lehtësime për këta. Derisa për tjerë që kanë kapela ndryshme, nuk ka lehtësim sepse s'ka të bëjë me vështërsinë. A kemi të qartë? Pra në një farë forme
pakice ulemave janë që kanë këtë menim. Po thuje se kanë ma saktë dhe ma mirë, sepse kjo përkon, këpëtoni fjallën përkon, përputhet me fryme sheriatike. Përputhet me fryme sheriatike. Hiç banar se sot, u pyta për qitë meselën e shamis, që kanë të lashë shamë në restoran ose kukuna në sane, sepse është vështërsi. Pra nuk ka të bëj këtë, çka ki mbi kokë, ashtë e trash, ashtë e hollë, aja që mbulohet. Që është vështërsia. A është vështirë, apo është lehtë? E normalisht të këto dy raste është vështirë. Me pastaj, e kemi fazën e fundit, e që është fazë i pastrimit kohëve. Normalisht edhe për pastrimin e kohë nuk ka debat. Qa s'ka debat? S'ka debat që është obligim. Edhe s'ka debat që është deri tek, që i thëjmë na, zëjt e kohëve, ose nyjet. Po nëse i pastron ma poshtë, nuk ka des. Nëse ke lanë thamën, ka po pejgamberi alayhi salatu wassalam njërin i ka marrë abdes edhe i ka lënë komën, po e ka harru pjesën e fundit thamrës. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam to shiku ka thonë mirë para ato thamra pe zjarri i xhenemit. Sepse nuk ka marrë abdes, kurse më abdesi se ka namazin. Që kjo hadith që e përmenëm, na vjen njëve pas pak, kanë dëshmu Malikit në një argument që quhet muwala. Qëto janë farzët e abdesit. A ka farzët tjera së dyne? Ulemaja kanë shtu edhe dy. Hanefit nuk kanë shtu. Hanefit kanë thonë qëto janë 4 farzët që i ka përmen Zotin. Të tjera që përmen janë sunnete, ndërsa pos tyne ma tjera nuk ka. Shafit, për dallim për Hanefive që kanë pajtun tana këto mesela më herët, edhe Malikit thuje, i kanë shtu e të dy port kanë një. Shafit e kanë shtu tërtibin, rënditjen. Çka është tërtibi? Tërtibi është rënditje. Që mas pari fillon me pastrimin e durve, tani pastrimin e gojës dhe hunës, tani fytyrës, tani durët e mbrojla, tani fërkimin e kokës, tani këmbëve. Nëse prish qëto, s'ki abdes. Te kule e marrë tjerë ki abdes. Po mirë, Imam Shafiun tana meselet ma herët ke me Hanefit, edhe me Malikit. Pse këtë mesele dule tha, farz është rënditja. Shudetshme. Sepse djetet hadithe janë. Djetet hadithe janë. Kur t'i thu Shafive, e pse ju e këni borë rënditjen obligim? Pse këni borë rënditjen obligim? Thënë sepse nuk është pona herë pejgamberi Zotit, ka merr abdes. Veç se ka marrë abdes me rënditje. Po mirë ju që të argument nuk e përdor tek pastrimi i gojës dhe hunës dhe i veshëve. Se sa ka marrë pejgamberi abdes, i ka bërë çdo punë. Është pak e çuditshme. Thonë sepse na jena bazu në ajet. Baza është ajeti, a thamë fillim? Ajeti Allah i ka përmen meren, fytyrën, durt, fërkimin e kokës dhe këmbët. Edhe thonë rënditjen që ka bërë Zoti me vë, kjo dhe kjo dhe kjo dhe kjo, i ka dhënë që s'bën ndryshe. Pra, apet Imam Shafiu fuqinë argument të ka tek ajeti dhe tek gjuha. Rënditja gjuhësore, jo tek mbështetja gjithë hadithe lidhe me abdesin. Malikit edhe Hanefit thojnë jo, sikur se për pastrimin e gojës edhe hundës edhe veshëve që thamë që janë sunnete, edhe rënditja nuk është që është farz, sepse Allah i ka rëndit, sepse që është ma marë. Ma marë me thonë pastru fytyrën, tani dur, tani fërkimin e gojës, tani kom, sëso me thonë mrapsht. Konë është i pa ka bu shumë, por nuk është që ne ka bo, pa qare Zoti që shtu. Masi s'kanë mujtë me ra në gjuhë të përbashkë tek ajeti, kanë shku tek hadithet. Imam Ahmedi dhe Hanbelit, sikur se meselet më herët që thanë. Këta se kanë bos të lashe. Pse se kanë bos të lashe? Këta thonë, ajeti, Allah i madhrum në ajet që ka të regu? Ka të regu 4 obligimet e mëdha. Po mrena këtyre obligimeve të mëdha, ka obligime shtes tjera. Ku i mërë të këtë obligime shtes? I mërën hadithe. Për pastrimin e gjuhës ose gojës tha, fote ujë në gojë. Për hunë tha, pastreje hunën. Për renditje, sahabët thujnë, nuk është po pejgamberi alayhi salatu wassalam që ka marrë abdes veç se me renditje. Se ka huqë.
E rezultati po del çka? Që renditja është obligim. Të Hanbelit sa obligim po bëhen? Pastrimi i gojës, i hundës, i fytyrës, i durët e mbrojla, mesi i kokës, i veshëve, renditja. U në 7. Të Hanefit jesin 4. Tek Shafit bëhen 5. Të Malikit deri tash janë 4. Po cili është debati më i madh tek çështja e renditjes? Tek çështja e renditjes, këtë që e tham, nëse e keni mojt me, kjo është argumentimi i dy parëve. Hanefit kanë vazhduar me Malikit mos përqendruar në farzët e ajetit. Shafit e kanë shtuar krahasim me këta, që kanë qenë gjithherë me ta, e kanë shtuar vetëm në renditjen sepse konteksti i ajetit po kuptohet çështja. Disa ulema bashkohor, pe ty në Shekh Shoaib dhe Shekh Albani e tjerë, thojnë nuk është e sakt ajo fjala që ka thonë nuk e na po pejgamberin ka merr abdes vetëm me renditje. Ja, ka hadith që pejgamberi e ka lut renditjen. E ka lut renditjen. Ka një hadith që e saktëson Shekh Shoaib. Edhe thot e kem saksu këtë hadith thot se shumë ulema më herët ju ka ikë. Sepse ata janë bazuar në një transmetues aty, kurse ky transmetuesi e ka një veçanti që se kanë ditë ata. Ky është një detaj që është i frikshëm. Çish i frikshëm? Hadithet e dini që janë transmetuar, ka thonë pejgamberi i Zotit, ka thonë sahabia, e kam dëgjuar pejgamberin. Ky tjetër tabiin thotë e kam dëgjuar sahabin. Ky tjetër thotë e kam dëgjuar këto. Deri tek Buhariu. Ja ka 5 vjet, 4 vjet, ka aty të ka 3. Dhe në mesin e qytyneve 5 vetëve është një Ata ibn Sa'ib. Që kjo Ata ibn Sa'ib ulemoja me konsenzus. Këtë ulemoja hadith kanë thonë që kjo kur u plofu kanë përzi. Pra ka rrug pak harresa. Dhe këtë hadithet që i ka kallëzuar pleshni nuk merren. Edhe këtë ulemoja e hadithit këtë hadith që po doja na me thonë e ka transmetuar që kjo. Thonë është hadith i dopt. Çka ka thonë kë? Ka thonë e ka po sahabia pejgamberit alayhi salatu wasallam thotë më tu çit pejgamberit abdes ka pastruar durt, ka pastruar fytyrën, ka pastruar brylat, ka dhënë mes kokës, më pastaj e ka futur në gojë. Aja ka huç, ja ka huç. Shekh Shoaib thotë çet hadith e ka transmetuar Ata ibn Sa'ib kur kon i ri, jo kur kon pleshni. Po ulemovet ma herët thët e kanë refuzuar që të hadith sepse ka qenë njëshme të ta. Kush e ka transmetuar Ata ibn Sa'ib? Nuk merret hadithi tina. Edhe kanë gjujt. E Shekh Shoaib ka bënë hulum tim në shekullin 20 para na. Mas 1200 vjet e ka bënë një kanë ja këtë hadith e ka thonë ky kur kon i ri para se më u përzi. Na thotë alhamdulillah pe Zoti që na ka mundsuar këtë kohë që me engjall një veprim. Prap Hanbelit nuk kanë lubi meselës tyne. Me thonë që renditja s'është obligim. Se ka thonë pejgamberi këtë edhe nëse pranoj me hadith, sa ata se ka pranuar kur, se pranoj sot. Ne të rripa profesor dhe ka mos. Nëse shehit shumë i aftë, shumë i dashur. E spjegoj me rritën Hanefi. Në Xhamit të universitetit. Edhe thesho, mora hadithi është i saktë që po ka fjalën to. Sërë është ta. Ka përceja. Nuk ka shkret për beci sa po. Tash, pse Hanbeli se kanë pranu? Ka thonë, por na nuk e kemi të lashën renditjen e gojës edhe hundës. Ne kemi për qëllim renditjen e gjymtyreve të mëdha që i ka përmend Zoti në ajet. Pastrimi i fytyrës, i durve me si kokës dhe këmbëve. Këto që janë në rëmend nuk ka të lashën me si ahuç. Do më thonë edhe janë si janë nisë për të majtë në para tjera. Edhe e ka argumentu me qëta. Tash. Shekh Albani e ka saktësuar një hadith tjetër. Që pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka vënu çështjen e mesit kokës. E ka hupë renditjen. Thonë në moja apet kjo është e lashe. Sepse Allah ka thonë pastrani fytyrën, durt dhe këmbët. Tek pastrimi nuk ka hadith që pejgamberi ka dallashit. Ndërsa te mesi kokës kjo është fërkim, nuk është larje. Kanë bë dallim mes larjes dhe fërkimit. Kur i ka dhënë këto përgjigje Hanbelit?
Edhe ulemoja bashkor, kur I ka dhënë të përgjigje? Në ne, kurse kanë pranu hadithin e parë që thamë na, që ka përmend Sheh Shoaibi. Se ato shumica ulema dhe vetë Sheh Albani e merr si hadithi dopt, e kanë lënë. Ato që thanë, pastrimi I gojës dhe hundës, edhe ju kanë përgjigj. Sheh Albani thotë këtu në përgjigjen e fërkimit thonë ne kemi për qëllim pastrimin e gjymtyrëve, jo fërkimin, sepse meshim mundet me ndru vend. Sa është fërkim. Dhe ka I vetmi argument që më mundu mi bind që renditja nuk është obligim. Fjala Abdullah ibn Mesudit edhe Abdullah ibn Omerit, unë nuk gajlosem kur të marr abdes ka janisi. Janisi fit porës, janisi fit ditës. Edhe kjo fjallë është direkt. Thënë ja, kjo më falni, ka thonë Abdullah ibn Abbas. Thënë ja, kjo është tjetër mesele. Thënë ai ka thonë nuk gajlosem api djathas api të majtës. E jo, më janë ndruveni komplet. Por këto debate, që veç që këtë debati I renditës I kona 3-4 fazë debat, sepse jenë munu me gjithë. Pse jenë shty kështu ulemojë? Pse kanë pasi debati? Kjo sërbo puni nati, as jenë edhe për mesele. Po ka ndosh me qitë drejt që nëse ka një hadith, ose ka një isharet, pe sahabe pejgamberit, atëherë mos të llogaritun fare, sepse ka shumë njerëz që ja huqin Allah. Ka shumë njerëz që ja huqin renditjes, se pleqnia, ngutia. Edhe mos që shpall me njerëz namazin, edhe abdesin të kotë. Andaj këtë mesele, unë personalisht e kam menimin e ulemave të vjetër që renditja nuk është farz. Duke e shtu që të hadithin që ka saksu Sheh Shoaibi që e ka vënu pejgamberi alayhi salatu wasallam pastrimin e gojës dhe hundës, deri mas I ka pasru dur deri mbrojtja. Edhe bjen argumenti që kanë thonë se nuk është pa herë pejgamberi alayhi salatu wasallam që merr abdes vetëm me renditje. Ja, është pa që ka lu renditje. Këtë menim sa di unë e ka dhe Sheh Albani, për I bashkëvorve, por ndryshe tjerët e kanë menimin e hambelive që mos me shukë. E tash cila me e mira normalisht që s'debatohet, e marrë me renditje. A mirë mi debate se sa me hinë rrezik. S'debatohet e ati. Dhe kemi të funit. Cila është e funit? Të morë me abdes, se në arabisht është muwala, po nuk e kini shprehjen në shqip. Tash ta kishë me thonë vënimi. Kur I pastrojmë neve fytyrën, gojen, hunën, durt, fërkimin e kokës, vesht, pastrimin e këmbëve. Çka nëse jemi të marrë abdes, na del një pengesë. Edhe ndërprejmë abdesin gjys. Edhe shkojmë e krymi një punë, edhe jemi kthy. A me vazhdu bujna met? A me marrë prej fillimi? Qysh mi thonë se mesele? Vënesa. Vënesa në gjymtyr. Vënesa në gjymtyr. Por që di, Malikit e kanë bë obligim farz. Sepse tha Malikit janë me Hanefit dhe me Shafit që vetë që ka përman ajeti. Në këtë pikë ka ndalë. Ka thonë, ja këtë, nëse vanohesh, s'ki abdes. Po mirë Mario Malikit, kur ke marrë argumentin, ku gjimët ka varë nëse Malikit kanë thonë që atë hadithin që e përmanëm. Kër I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam mirë për ato thamra për zjarrit. Ka thonë ai se ka la, e ka vanu. Më thonë ja këtë ka mos larje, po këtë s'ka vanes. Jo ato ka vanes se ai e ka la masane, mas ja ka të drejtë pejgamberi. Thonë ja këtë bashkë në këtë mesele s'ka hiç argument ato që apo dëshmoni jo. Sepse vanesa ato janë ndodhur shumë shkurt. Po këtë hadith është këtë në diçka tjetër. Hadith është mos lëna I pjesë për ala. E nuk është hadithi që e ke vënu larje. Dërsa Shafit edhe Hanefit edhe tjerët, për ashtim të hambelive gjithherë, se hambelitë edhe këto kanë farz, thojnë që nuk është vënesa mirë, po thojnë këtë nuk kemi shumë nevojshme me debatu a është farz, a nuk është farz. Pse? Këtë ka nevoj me sqaru. Me sqaru, se kërkush nuk e len një gjymtyr për e la të vanu. Kërkush. E po qka? Nëse del një pun edhe kime ndërprej, nëse është ndërprerja e madhe, minutëshe, atëherë tonë thujnë me abdes për fillimin. Po nëse është e vogël, që ti e gjykon me trunin ta në vogël, atëherë s'po të lashën. Disa kanë thonë, ja, nësë më nuk me alon njerëzve, se njerëzit janë qeshet. Hanefit për shambë kanë thonë në Shafit, nëse
ti vanesa jote është sa i ke lë durt. E kur të kthehesh me fërku kokën e mila kom të ka tërë dora, thonë që kjo vanesa e madhe. Merr adres për fillimi. Po nëse të ka tërë, nëse umet ka pak lagështi, atëherë veç vazhdo. Këta tjerë ja kanë bërë dëvon e kanë çka nëse është nxehtë. Unë 55. Ç'është? Me kemi dinë 55 gradë nxehtë tërët për 1 minutë të gjisë. Pra ma shumë e kanë marrë si në krahasim, kanë thonë, nëse është vonesa e vogël, s'ka problem. Nëse është vonesa e madhe, përsëri ta abdesin, edhe i ikë qësoj të lashë. Jemi dakord? Që qito janë farzet e abdesit me debatin që e kanë pas, edhe pse debatit janë ma të mëdhaja, kanë argumente ma shumë, po qëtojnë kanë ato ma bazike, ma kryesore, që nëse mëni me i moj me abdikon, i shkon mirë, ose po çdo vepër ka një argument me mëjtman, i shkon mirë, sepse me abdesit kena punë për ditë. Me abdesit kena punë për ditë, e në fund thamë që cila është forma e abdesit, pra forma e abdesit është kjo që e para në pjesë, në cilën e grumbullon Abdullah ibn Mesudi, kur i thirrë dhe i thatë, ose Abdullah ibn Zeid, thërë andënë, ju ka zu se që shka marrë pejgamberi abdes, dhe po, thotë bëjmë një ujë, thotë të mas pari, i pastran, dur deri nyje, shplakat, me pastaj e mbush grushtin, pastran gojën e hunë për një herë, dhe këta e merë 3 herë, me pastaj e pastran ftyrën me për kufizimin që e dha 3 herë, me pastaj dur deri mbrojla 3 herë, e forkon kokën, thotë, ka fillu me fillim dhe ka mbaru me deri në qafë dhe ka kthy, me qatë lagështi, thotë, i ka pastru edhe vesht, dhe i ka pastru kom, dhe në fund e ka bërë lutin ose kom, dhe ka thonë, kjo është abdesi pejgamberit alayhi salatu wasallam, kush merr këtë abdes dhe e thot këtë lutje, Allah te bareke ve taala ja fal gjunat që ka bërë më herët, edhe në një rast i hapen 8 dyert e xhenetit me hinë cilën do për tyre dan. Allahu taala di mas mirë, alhamdulillahi rabbil alamin.